Përshëndetje ndjekës së RSBB Story, mirë se vini në faqen tonë në Instagram. Unë jam Klotilda Harka, jam sot përsëri për një intervistë ose një takim virtual me një personazh të njohur, shumë simpatik, karizmatik. Ai ndonjëherë e konsideron veten dhe karagjoz, në kuptimin e mirë të fjalës, sepse bën shumë humor dhe është shumë karizmatik kur e ftojnë. Ai quhet Vik Kraja ose DJ Viki. Po pres të hyj DJ Viki që të flasim bashk. E kemi lënë jo pa qëllim në këtë orë që të gjithë ndjekësit janë në shtëpi dhe mund të bisedojmë, ju mund të bëni pyetje, të hyni në bashkëbisedimin ton dhe të bëni pse jo të bëheni pjesë e këtij bashkëbisedimi. Unë po pres Vikin të hyj. Nuk e di nëse ka bërë ndonjëherë një live të tillë. Live vet ka bërë, me sa kam parë, po nuk e di nëse ka qenë ndonjëherë pjesë e ndonjë interviste të tillë në Instagram. Viki po të pres. Ndërkohë nëse keni pyetje, bëni çfarë do lloj pyetjesh të doni, sepse Viki është shumë tip. Karakterizohet nga humori, i çlirët, si një italian i vërtet që është. Sepse me sa dim nuk është 100% shqiptar. Po pres që të hyj Viki. Ndërkohë mund të filloni me pyetjet tuaja. Nuk e di nëse si po i kaloni këto ditë. Të rregulloj pak ndriçimin, sepse e shoh që ndriçimi është problem. Ndërkohë ju mund t'i shkruani pyetjet tuaja se do i lexojmë bashkë me Vikin. Po. Filluan komentuesit. Ndërkohë Viki po të pres sepse kanë hyrë, shoh që kanë bërë ftesë të tjerë persona këtu. Ose po të bëj unë ftesë. Dhe ti thjesht më prano. Vik. Po. Imagjino tani që Viki mos të mundet të hyj dot. Sa keq mirë. E pash hyri. Viki po të pres, të kam bërë ftesë, më prano dhe jemi këtu pasaj duke folë. Në rregull? Po. Ke të drejtë. Të kisha bërë dhe unë ftesë, Vik, dhe ndaj ishim gatruar në... Përshëndetje. Mirëmbrëma.
Por pse të prisja ndryshe unë, të prisja ndryshe, se di pse. Si ndryshe, me qa kuptimi ndryshe? Nuk e di, të prisja me një pamje tjetër. Tashti, pamja kjo është pamja Hallaxhiut. E në qatë pojmë në Po pse e ka që lezetshëm, mund ta di? Nga të buron kjo. Ti je italian i vërtet apo shqiptar i vërtet? E unë i kam gjarë mamas një si fillim. Aha. Se më shumë i ke bërë reklam babit që e ke mjek infeksionist dhe që ka shumë kontribut, sidomos në këtë periudhën tani të Covidit. Por na thuaj pak pse i ngjan mamit? Në ç'kuptim? Po në të gjitha kuptimet, edhe si pamje. Si? Ke punuar shumë, them. Po jo më, sa i përket punës e di veti, shqyqe që kemi punën para dite, po. Jo, pa gjumë, paka shumë se me fëmijët vegjën në shtëpi. Nuk është që bëne gjithë madhe, po të paktën përjetoj nxjerrjen e gjumit, që në 5 mëngjesit, 6 mëngjesit. Flen divan. Nuk e faj. Mos më thuaj që thua me vete o zot shpata që u bëra baba. Jo, nuk e them, po e mendoj. Po, ke dy fëmijë të mrekullueshëm dhe i paqme jetë, por ndërkohë kam përshtypjen që është të bukur sa i ke fëmijët, mund të vazhdosh ta shtosh familje, ta zgjerosh apo jo? Si e ke në planet e tua? Paguan ti? Nëse ti paguan, po. Nëse s'paguan, mirë. Kaq, mirë janë. Atë, tashi, shofim, nuk e di, unë i kam qef fëmijët. Më pëlqejnë, dua gjatë gjithë kohës kem shumë njerëz vërdall rreth meje, du kallaballik dhe du ta kem familjen e madhe, po tashi edhe të bësh fëmijë dhe të vish nga pesha të mbash periz, s'duhet. Kështu që avash, shofim. Se ti me peshën je mirë, je mbi 100 me sa di, apo jo? Me sa kam dëgjuar, me sa ke thënë vetë në për intervista. Si e ke hallin? Nuk pyeten gratë, nuk pyeten as për moshën, as për peshën. Kështu që me që doni të drejtat të një llojta, as mos pyesni as burrat. Nuk pyesni. Me që the thash mirë do të bënte në qoftë se do humbje në peshë, nga një fëmijë i tretë, mirë do të bënte, mos u anko. Do më bënte mirë dhe vërtet jam shëndoshur shumë, sidomos këtë kohën e karantinës njerë. E kam thy frigoriferin, gap, gup, rinë shpi, hap, pi, aktivitet zero, edhe vërtet jam shëndoshur shumë. Dhe po shkoj në kilet paka shumë, jo ku kam qëmë, po i afrohen pak dhe po më trëm pak kjo gjëja. Po qeka e pa mundur, se duhet jesh që ki qetë psikologjikisht, që të mash edhe dietën dhe të kryesh pak aktivitet fizik e tjera, po që për momentin nuk i kemi mirë punë. Nuk i kemi mirë punët e vërtet, dhe ti si një DJ lidhur ngusht me muzikën, mund të themi se të mungon pak kjo pjesa e jetës së natës, apo jo? Më mungon shumë. Më mungon shumë sepse ajo bëhet një rutinë jetese. Dhe unë e dija që çojmë në mëngjes, shkoj në punë, punoj rreth 8 orë paradite nga ora 9 deri në 5, bëja një dush, u merrsha pak në studio me muzikën, vitën fundjava, e dija që mas orës 11:30 duhet dilja nga shtëpia, do fillonte festa, muzika, atëherë ishte pak e kisha ndërtu kështu rutinën, kurse tani është pak e çuditshme dhe më mungon, edhe duhet të mungoj me situatën që po shohim. Duhet të mungoj dhe për pak kohë. Duhet të mungoj, por mbaj mend që ti para karantinës bëre një deklaratë dhe the unë heq dorë nga muzika, nga tregu muzikës, ky është një treg. Po e them unë, nuk e mbaj mend si e ke thënë fiks, po Jo, ja ta them unë, nuk thash heq dorë nga muzika. Po se kështu është kanë qenë titujt. Kështu, titujt ishin Viktor Kraja, DJ Viki jep fund, 3 pika, më merr mami në telefon, të keqen mami mirje, thoni i re fund jetës. Tash i revista, ato portalet ne i dim shumë mirë si funksionojnë edhe bravo i qoftë që janë inteligjent. Luajnë me titull vërtet. Me titull dhe gjithë kështu duhet funksionoj. Unë jam shprehur që heq dorë nga organizimet masive. Pata një periudhë kohë që kisha data pa fund dhe shkoja bëja data kudo që t'ishte. Data i them
netve të organizume. Po. Edhe fillova duke hasur pak knajsi, ndoshta një herë tek pagesa, ndoshta një që, okay, e bëja një shqyqor, nuk ka problem, se jo gjithë netët mund shkojnë super perfekt, ka dhe netët janë mira dhe bën një farë kompromisi me biznesin. Pastaj fillonin, jo duhet shumë muzika, jo kështu, jo shumë shqip, jo ikën njerëzit, jo erdhën njerëzit, jo duhet kjo, njerëzit duan këtë, duan atë. Edhe madje me njërin pata një konfrontim dhe i thash, o vlla bëj një pyetje, jam ftohtë mos si artist? Po të ftoj. Shumë mirë. Pse s'më lën të luaj çfarë di unë si artist, po jo pa ato du njerëzit. Po mirë o vlla, kur shkon kinemati? E merr në telefon, si i thu, përshëndetje, ç'a bën? Du një film me aksion, ta hajmë peshkaqenën në fund, edhe pastaj mbaroj me lumturi. Nuk e bën këtu. Ti shkon dhe e ke mendjen e hapur të dëgjosh, të shohësh se çfarë ka paraqitur regjizori. E njëjta gjë, dhe unë u shpreva që nëse nuk do jem dakord për të festuar në mënyrën si di unë dhe si do unë tërhiqem. Në të kundërt do vazhdoj aty ku mendoj që funksionon gjëja. Në fakt është problem, po si është kjo jeta e DJ-t? Është e bukur sepse unë kur përmend një DJ, më duket sikur është një person që bën vetëm qef. Pi alkool, shijon, duket si zoti vet aty në ato pozicionin pak të ngritur ku publiku është poshtë, shumë femra, alkool, në fakt si është e vërteta? Çfarë mban mend ti nga këto vite që ke qenë DJ? Në momentin që je aty lart dhe ke të bësh me muzikën, qefi i madh shumë. Vërtet, pijet, njerëzit, gëzimi, muzika, trita. Gjithë kënaqësinë, gjithë e ke ti në dorë si DJ drejt të ti. Është e vërtet, është shumë e vërtet, është përgjegjësi e madhe, sepse njerëzit janë shumë të ndjeshëm nga ana e muzikës. Sidomos nëse je DJ që ke pak vite në treg dhe ke filluar se DJ nuk është vetëm një person që lun këngët. Ti je DJ, do të jesh dhe pak psikolog, më thonë za. Shohësh reagimet e fytyrave, të shohësh smorfjet, mimikat, gestet, i pëlqen si pëlqen u mërzit, situata etj që ti të bësh nish edhe ta kamuflosh situatën që ti heqësh mendjen. Kështu që qefi është shumë i madh, është përgjithësi, është një gjë shumë e bukur, nuk do e bëja dot kurrë nga zori, siç mund bëjnë çdo kush një punë që okay, shko aty 8 orëshin e punës, biri çekiçit edhe ik shpyt. Do desha shumë që të vazhdonte të ishte kështu. Dhe do desha shumë për shembull që unë në jetën time të bëja profesion vetëm DJ. Ta ndaja menin të çosha vonë, të merresha me veten time, muzikat e reja, të bëja tamam atë artistin, por situata nuk është kështu. Por dhe puna ime tjetër është po kreative, po shumë e bukur. Që është designer. Designer, unë jam drejtor kreativ madje tek një kompani, një nga më të mëdha në Shqipëri, është një filial i një kompanie shumë të madhe nga më të mëdha në botë, që është në Shqipëri. Dhe punën prap kreative e kam gjetur atë hilen e të pasurit, edhe qefin, edhe punën në një vend. Edhe serioze, po, si ka mundësi. Shkruajti një nga thridocat Bruno dhe tha je më i miri. Si po shkon miqësia juaj tani që nuk kulit shumë puna bashkë? Jeni aq afër njëri tjetrit? Takoheni? Tashti më i miri jam, si fillim. Po, absolutisht. Thridoci, dëgjoj, në Thridoc ka diçka që punën e kemi, jetën e kemi punë dhe punën e kemi jetë. Absolutisht takohemi sepse ne jemi familje. Nuk është që jemi një zyrë ku paraqitemi kur kemi punë. Sado që unë nuk jam takuar dot aq shpesh me çunat takohen shumë më shpesh se mua, sepse unë kam dhe pak impenjime tjera dhe familjen, kam 2 fëmijë. E të tjera që s'do të hyj këtyre justifikimeve që për mua janë justifikative të kota se kur do robi më takohet dhe marrën filmin. Jo, që do të thotë jo. Dita që ti pyet se po puna flet shumë seriozisht Viki. Ta e bluzën, si e ke hallin tash? Po kur më pyet ke muzika, dëgjoj, kur më pyet ke muzika, kur më pyet ke çunat, nuk bëj dot çaka, bëhem serioz. Sidomos në lidhje me marrëdhënien. Marrëdhënia është shumë e mirë, shpresoj të ngelet gjithmonë shumë e mirë dhe pse jo, me çunat jam njësoj siç kam qenë. Po, të pëlqeu kjo kënga e fundit e Florit? Shumë e bukur. Shumë e bukur.
Shumë jo, me Angelinën, me Tajnën. Jo, Magdalena thash. Pra me Angelinën, the Angelina se morën Jo, vesh. nuk thash Angelina, unë nuk e di se çfarë Angelina të erdhi ty. Po se njoh, se di, po, shumë e bukur është me Tajnën. Kënga shumë e bukur, shumë moderne. Flori si gjithmonë shkëlqen kudo që ta udhësh, edhe me thes ta veshësh prap shkëlqen. Kështu që e bukur shumë. Madje kam qejf të bëj edhe një remix, po se dim të shohim. Po pra se pash që kështë bërë remix këngën tjetër, Dhemb. Po, Dhemb. Dhe ishte shumë, se unë flas shqip tamam, se është Dhemb, jo Dhëmb. Unë flas Dhëmb se kështu kam qef. Se me që ti dole që nuk di alfabetin deri në fund. Ndaj ta bëra këtë ndërhyrje. Edhe ishte shumë bukur një flak që koka që merrte flak. Ishe ti aty apo jo? Po, unë isha. Ishte një foto ime, është një stil, nuk është e kam shpikur unë, është një stil dizajni dhe videos që është përdorur dhe herë të tjera. Mu thjesht më pëlqeu dhe më jep atë gjendje. Dhe vetëm mënyrë që mu më bëri që ta lidh pak muzikën me atë videon me atë ishte. Po, Dhemb dhe ajo flak që dilte, po nëse do ishte një këngë dashurie, si do e bëje dizajnin? Një tas me fasule edhe i gotra ki. Se të ngop barkun, ngop dhe shpirtin dashnia. Se dashuria me këtë përshkrim që të ti, dashuria është ndryshe, di unë. Dashuria është... Ja, të shpjegoj unë, me që ma dole ke dashuria. Dashuria është një reakcion kimik që na gënjen të gjithëve. E vetmja dashuri është dashuria e nënës për djalin, për fëmijën. Kurse të tjerat janë reakcione kimike që neve mendojnë që është dashuri. Fiksimi, ankthi, o bëbo, më do, iku, ta, pip, pa, pup. është një lojë. Më shumë është një kohë, është çështje respekti dhe hapësire lirie. Kurse dashuri është vetëm një. Nona për kalamonit. Qa ishte kjo që the, Viki? Na i humbesh për edhe ato pak... Jo, pse? Unë kështu e mendoj. Dashuria është dashuri. Është një ministër dashuria. Kaq po them. Ke që ndaja. Po ti, për shembull, për bashkëshorten tënde, a ke dashuri? Çfarë është ajo që ti ndjen për të? Po ka gjëra më të mëdha se dashuria në një marrëdhënie, mendoj unë. Çfarë është për shembull? Respekti, mirënjohja, liria. Këto janë tre gjërat kryesore. Që do dashurin po s'pate këto, o sa shumë të du, unë ndihemi mirë ku jemi bashkë, pastaj gjithçka tjetër bëhet e tmerrshme. Në fund ditës është një marrëdhënie, çfarë jep, çfarë merr. Po, është e vërtetë. Që dashurin ti se kupton, e merr se merr edhe jep se jep. Po gjërat e tjera periferike, mendoj unë, që e perifrazojnë tamam se duhesh as duhesh me një njeri. Se të du një njeri unë që më rreth gjithë ditën, më shan, s'më le me dalë, s'më le me hongër bukë. A ishë robërim? E du unë, jo, se ka dashuri tilla, njofën njerëz ore. Njof njerëz me ndatë tani nga kjo punë, e di shumë mirë. Kam dëgjuar një intervistë edhe që thej që nuk kam shumë eksperjenca me vajzat. Edhe pse ke bërë jetë nate, edhe pse ndonjëherë mund të kesh përfunduar idehur. Po. Po si ja ke dalë? Që ke dalë kaq i pastër nga kjo jeta që ke bërë? Po unë mund t'jem shumë i pisët me gruan time, me ç'lidhje ka? Unë thash nuk kam eksperiencat me femrat, po jo me femrën. S'është e thënë. Ore, mund t'kesh një biçikletë që jetë i lun fen, mund t'kesh 10 biçikleta që s'di me i dhon. Ku një duhet? Shumë e vërtetë. Se më duket se këto që japin shumë bicikletave, këto nuk din fare se çfarë është marrëdhënia. Apo jo? Dgjoj, unë gjithmonë kam qenë një tip i qetë në këtë fushë, sidomos edhe duke qenë DJ, duke qenë Jasmine Thonza në epiqendrën e gjës që ndodhte, po jam njohur që në moshë të re me Amandën. Edhe nuk më ka hyrë sy gjë tjetër. Plus, përveç të tjerave, se robi pijet, bëhet e të tjerë, se nuk është turp me thënë që mund të ketë frikë robi. Dhe për shembull, unë e them me pastërti, unë kam shumë frikë të humb Amandën për shembull.
Aha. Kështu që përveç dashurisë dhe gjërave, robi ka dhe frikën, që thot, pse ti shkatroj unë gjërat që kam krijuar deri tani? Po, Se truri lajthitore daldis, kokër gruri është. e po ti e Ta që në zgjuar. frika lui, thot, dali, qetëso, thot se. Ma hoqe lodhjen o vik, thot Belindo. Ë? Ti rofsh, Ta heq, rofsh e naftove. ta heq lodhjen. Po, më pëlqen pse mundesh që të mos të ndohesh në këtë jetën tuaj prej artisti ku të gjithë u lajkatojnë, të gjithë ju përkëdhelin, duan të kenë. Më thuaj si a del ti që ti jesh kaq i fortë. S'ma ka varë njeri, ky është sekreti. S'mi ka unë qurët njeri. Që ta dish do më të, leje qa pjasu, dër. Ore, s'më pjerë njeri, fare. Të e shifje ti. Po, ashtu thua ti, nuk e besoj këtë. U tregove Ja, kështu është, kjo është e vërteta. u tregove më modeste ç'duhet më duket. Kështu është. Po mirë. Sa i qishëm, po bashkëshortja bëhet, bashkëshortja se joni si jeni martuar ende më duket, apo jo? Jo, s'jam ato, jam vetëm fejuar dhe kemi 2 fëmijë, si me martu. As se këtu. Kur do martoheni? Keni ndonjë plan që të martoheni, ti të vishesh dhëndër dhe ajo të vishet nuse? Po, ëndra e çdo femre është që të vishet nuce. Po, do e plotësosh ti këtë ëndër? Po sigurisht do t'ja plotësoj. Kur? Po domethënë, s'është që do t'ja plotësoj asaj, po është një gjë shumë e bukur që e duam të dy, po për momentin nuk është që na e ka dhënë truri se po të deshin do ta bënim. Po, shqyqyr që është dhe Covidi, e shtyllëçi. Po, e shtynë sa të mundeni. Po, absolutisht, po, kam dëshirë, po, absolutisht. Po ka ndodhur ndonjëherë që jeni mërzitur me një tjetrin dhe jeni ndarë dhe ne nuk e dim? Nga këto ndarjet e vogla, të shkurtra, që po jo ndarje, jo, s'kam pas në një ndarje, po kështu shere kemi pas më si gjithë shiftet, edhe fjallën e punin e kena thonë fillim, zbojt fjallë tash me bo kotë si francezëm, si figurisht o la që zijem i bëjmë shere dhe, po si që zonë kemi shere për budal liqe, kemi shere idiot. Po në fillim fare, kur fillum bashketonin për shembull, ishte problemi menaxhimit legëve ekonomik, se 2 rinim në shtëpi, unë shtëpi time, ajo shtëpi vet, çfarë fitoni në legë, jo punët, jo shtëpia jete, shumë kohë përpara flas. Edhe kur u përballëm pastaj që opa, na ngeli granata në dorë, fillon, jo po ti harxove, jo po harxova unë, se ti harxon më shumë, se robi varet mëson vetëm me një shpenzim ditor mujore të tjera që e kam dhënë mendin, këto gjërat i kam këtu, qëra s'kam, shtëpi kam, ushqimi ma bon mami, drita tu i pagun shtëpia, ato lekët që keti, ec, plasja. Dhe kur u përballëm pastaj ajo ishte pak e vështirë, na u desh pak kohë. Mendoj që ato kanë qenë sherret e para, jo po ti, jo po unë, jo po ti, jo po unë. Pastaj shere e hodhe çorapet, lebrekët aty e bëre pisa peshqiri etj. U vonove, po kështu gjëra kemi pas. Domethënë idiotësira të bukura shtëpie. Idiotësira të bukura. Sherr, po. Problemi im me Amandën është shpenzimi lekëve ke teknologjia. Unë jam i smur për teknologji. I smur. Më pëlqen me gjëra teknologjike, telefona, pajisje, bokse, kompjuter, laptop, kartë grafike, drejt, qeton, bap byp. Dhe më përpara sa merja rogën. Që thosht? Sa ishte roga? Po varet se bakshishi thuhet edhe roga, rire ata shi. Unë dua të di të gjitha. Po për marrëdhënien me Flori Mumajesin, sepse në intervistë që kemi bërë ne, ke thënë Flori Mumajesi më ka adoptuar. Po. Çfarë nën kupton kjo? Dhe tani që ti e bërë dhe me fëmijë, u ka adoptuar të gjithëve? Jo, nuk ka lidhje. Kur thuhet adoptimin, e themi me shaka që më ka adoptuar. Normal. Po, realisht, unë jam njoft me Florin para shumë viteve, sepse DJ që ka pas Flori më përpara, nuk e di kishte diçka që nuk mund të ishte prezent. Dhe unë isha mik me të. Edhe më fut në lojë, njifen e të tjera. Dhe madje njoftja e parë me Florin, e vërteta ka qenë për një klip që po vonin, dhe i duheshin të bënte disa dizajne për disa mure. Dhe aty u njofta. Herën e parë.
Pastaj rastisi që unë isha dhe DJ, se kam shumë vite që jam DJ, por isha pak më ke muzika pak më elektronike, pak më jo aq komerciale se sa e bëj her pas here sot, ose se sa është muzika sot. Edhe mu dhe rasti, më pëlqeu Flori mu, do më thënë se si komunikoja, se si punoja, se si bëja. To, ram dakord për gjërat, edhe më adoptoj sepse vërtet më çoj edhe si artist në një nivel tjetër. Në qoftë se më përpara isha thjesht një DJ, tani më futi ke këngët, më bëri këndoja ke kënga Shanghai, më ka fut ke në Allanet që janë hitet, super hitet e viteve të fundit që ngelen akoma. Edhe realisht panete më adoptoj, më mori dhe më rikrijoi. Edhe prandaj është kjo fjala adoptim. Nga DJ u bëre një këngëtar apo jo? S'po them këngëtar, po është një fije shumë e hollë që ndan DJ-n me artistin edhe pak këngëtar dhe artist. Diçka, një hibrid, një mix i këtyre të dyave. Aty të Nallane keni një kombinim shumë interesant të dy. Ajo është marrëdhënia juaj, jeni shumë shok? Ja tregoni sekretet njëri tjetrit? Apo është diçka që ka lidhje vetëm me punën? Dgjoj, mendoj që në një marrëdhënie është shumë e rëndësishme ti thush të gjitha, po të dish çfarë ti thush të gjitha. Domethënë të gjitha thuhen dhe të gjitha thuhen. Neve kemi marrëdhënie shumë të mirë dhe i themi aq gjëra sa që neve jemi rehat. Se edhe po ti thush tjetri çfarë do lloj halli që ke, çfarë do lloj qefi që ke, çfarë do lloj e ngarkon. Është si puna e artistit, e ngarkon, ne ngarkojmë të gjithë, njëri tjetrin aq sa duhet. Dhe marrëdhënia po, ndoshta aty duket shumë gallat tek Nallanet, po ne kemi marrëdhënien të gjithë si çuna, mashallah. 100.000 fish më të madhe se sa duket aty, sa aty jemi të përmbajtur. Po është bukur. Po si ka mundësi që jeni vetëm shok? Pse nuk merrni ndonjë shoqe që ta bëni thridocat pak më mikse, apo bëhen xheloze partnerët tuaja? Se kuptojnë humorin ton. Kjo është e bukur. Po duhet më pëlqeu kjo, e vërtet. E vërtet edhe unë nuk besoj shumë tek femrat. Të them jo, mos e kemi problemi ke femrat. Si feministe tani, po në kuptimin meshkujt kuptojnë më mirë me njëri tjetrin, djemt. Unë mendova se bëshin xheloze partnerët tuaja, jo për gjë. Jo, s'ka lidhje, femra kemi në jetën tonë, në rrethin tonë, në punë, jo në underground, ka njerëz femra që rrethën, po ke muzika për momentin dhe me sa kuptoj janë okej, ai sa janë. Femra ka gjatë kohës, ka lidhje. Si këngëtare, si kompozitore, si tekst shkruese, si të tjera hyn e dalin sepse Intridos është një institucion që krijon gjatë gjithë kohës. Po, është e vërtet, po edhe kam dëgjuar që është shumë e vështirë që të futesh dhe të bëhesh pjesë e Tridocave. Po s'mund të futesh. Nëse një artist i ri do që të bëjë një këngë Flori, është shumë e vështirë. Është tjetër gjë të bëj një këngë të Flori, tjetër gjë është të futesh në Tridoc. Tridoci këtë shet muzikën. Flori është rezervuar se ka bërë gati 500 këngë. Dhe vjen një moment që Robi bëhet pak i rezervuar. Po, normal. E të tjera. Studio krijon, prodhon dhe nuk është që është ndarë me thik. E ke parasysh s'di si ta shpjegoj unë, një lojtar i ri nuk mund të futet luj direkte me Cristiano Ronaldon, po e marrë shumë brutale, nëse nuk e ka vjullin ballë, po duhet ka lojë disa shkallë. Kupton, nuk shkon dot nga klasa parë në klasë 10. Avash. Aty te Shanghai duket sikur jeni në një lojë me geishat. Ty të pëlqejnë geishat? Ja. Pse? S'më pëlqejnë geishat. Është me gusta personale. Po çfarë pëlqejnë? Pëlqejnë brazilianet? Po, jo më pëlqen nusja ime ashtu siç e kam, ai lloj stili më pëlqen. Po të pëlqente diçka tjetër, ndoshta do kisha diçka tjetër. S'di çfarë të them unë çam pëlqen, mos ma bua bete femrash. Lera. Më fal, bëra gabim. Ja, se bëj shaka. Jo, ai ka qenë një klip shumë i bukur, un kam një moment që ajo më afrohet pak e faqja në fakt. Po pra, ndaj dhe unë atë kisha parasysh.
Dhe bravo i qoftë Amandës që rezervohet edhe është shumë e kujdesshme. Është e mirë vërtet, bravo. Po duket që është me botë që dita kuptoj se ku mbaron. Po ajo artistike është, dëgjoj. Amanda mu artist më ka njoh DJ. Kështu që unë mund të isha edhe aktor filmash çfarë themun, themat fjalën. Mund të isha dhe ashtu dhe s'ka lidhje se ke njerëz sa dush që e bojnë atë punë, me gra me burra, dhe kanë fëmijë, kanë grua, kanë gjitha, kupton? Se vërtet ato kanë dhe familje ato që bëjnë, ja, se besoj, ato e kanë pasë karrierën. Njoh unë më. Jo më di unë realisht. E di që ka aktore dhe aktor të filmave pornografike që kanë familje, kanë jetesë, kanë gjitha janë rregull, dhe thjesht e kanë si punë. Do të ndash çikmenjen, e kam punë në rond. I kam punë shpirt, i kishën live. E vështirë është. Ndaj dhe ti je me fat që ke gjetë një partnere që të kupton, apo jo? Se tani nuk dihet ku është kufiri mes artit dhe realitetit. Se ku e di me që ajo puthja është vetëm aty në klip. Ja, unë dyshu. Po tu puthëm na, dëgjoj, e para punës më shfut fjalë që unë i qis nga goja, që nuk i qis nga goja. Nuk është puthje. Kaloj. U afru, as nuk u prek. U afru. Afru, po edhe kur jenë në klap 10 vjetrit afrohet flet ke veshi, çfarë të bëjmë ne? Ai më foli mua në vesh. Çfarë të bëjmë në shpeti? I kam veti thoja. Po ti bësh xheloze për bashkëshorten, partneren? Po ka raste që bëhem xheloz, po që s'mjep, nuk m'jep shkas. Po më ka ndodhe mu një dhe time më po xheloz, bëhet fjalë. Edhe si je ti në momente xhelozie? Dua të di çfarë shërgjiu je ti, Vik? Unë jam delirant. Që do të thotë? Ju do të thot, qarë mendoj se ka ndodhur. Funi! Unë jam funi, fare! Je prej fantazisë tënde, do më të një bindur që mendon të... Ua, edhe unë ashtu mendoj, nuk e di pse. Po qarë? I kam të bëshaka. Jam gjeloz më tashi qatë bëjmë si gjithë njerëzit. Le, kush thot që s'jam gjeloz, i ka port me rikon. Gjithë jam gjeloz, ka njeri. Të gjithë, po çfarë një duke punuar tani? Jeni duke punuar ndonjë këngë ose si po e kaloni këtë kohë, si po shfrytëzoni për të rikthyer në muzikë këtë kohën e pandemisë? Po jo më në studio punohet gjatë gjithë kohës, krijohet. Edhe unë kur nuk jam në studio kam një ambient timin këtu që e kam studio dhe për punën grafike dhe për punën e muzikës. Mundohemi me kriju, unë flas personalisht, mundohem krijoj gjatë gjithë kohës, bëni remix në një gjë. Pikë fort kam më shumë mendoj remixin se sa krijimet origjinale. Se të krijosh nga fillimi deri në fund është pak e vështirë. Domethënë mund të krijosh, po është ndryshe kur ke një remix. Edhe unë si DJ puna ime është që të miksoj këngët. Edhe unë marr një këngë që është gjatë gati dhe mundohem të jap pak ngjyra ose shije më klabi. Dhe mundohem gjatë gjithë kohës të krijoj gjëra që kur të vi koha të lirohen, të kem ca armë të mia në arsenal që do bëjnë ndryshimin në një natë. Po që e shoh shumë të largët. Shumë të largët, ë? E ke nga babai që është mjek, infeksionist dhe mund të di disa gjëra që ne nuk i dim mbi situatën apo çfarë? Me babin flas shpesh, po babi nuk flet kur për këto gjëra. Unë e pyes, më thot vetëm ki kujdes, ruju. Nuk gjithmonë gjithë jetën kështu ka qenë. E ndante punën me shtëpinë, me familjen i ndante. Pus ka qenë gjithmonë. Por e shoh që më duket e vështirë shumë vdekje, shumë raste në ditë. Janë mbi 1000. Derisa të binë, ne u mbyllëm kur i kishim 17 në ditë, nëse më mban mend. Jo vdekje, raste. Dhe unë mendoj si Vik që pa u shplar kjo gjoja nga të gjithë shtetet që kemi vërdall, Itali, Greqi, Kosovë, Maqedoni, Malzi, s'po hy fare Europës. Nuk mund të rifilloj jeta kollaj, sidomos klabingu. Unë e shoh shumë të vështirë këtë verë. Tek tuk do jenë. Dhe ndoshta kismet Zotit dimrin deri në dimër që të lirohen. Më duket shumë e vështirë. Nuk e di pse, po nuk jam pozitiv fare. Shpresoj shumë sepse
më ka afektuar nga ana psikologjike, emocionale, ekonomike, absolutisht, Po, patjetër. po më duket shumë e vështirë. Domethënë mund të jenë kështu data të vogla tek tuk si skuq, gjysmë qeftas, gjysmë bë, gjysmë ashtu. Kupton? Po është e rrezikshme, është e rrezikshme. Po, e vërtet. Me që jemi të remixi, pse këto këngët që remixohen janë më të bukura se ato originalet? Mund të ma shpjegosh nga ana profesionale? Po varet se jo gjithmonë remixi e godet gjën. Pastaj remixi ka diçka që ke kënga origjinale, krijuesi ka pikpamjen e vet të asaj gjës dhe ka shprehur emocionet e veta, që i pëlqen një X target grupi, ndërkohë remixi bëhet për pak më shumë për mas ndonjëherë. Kupton, dhe ka disa elemente që njerëzit e kanë më të lehtë ndoshta me i përthith. Si ke ritmi, si ke gjërat, dhe ndonjëherë funksionon, ndonjëherë s'funksionon remixi. Po prandaj quhet remix, është thjesht një version i rikonceptuar. Po. Tani dua të bëj një pyetje dhe dua të më përgjigjesh tamam. Ju ndihmon fakti ju që njerëzit kur janë në një klub dhe ti luan muzikë, pin alkool ose pin hashash ose marrin kokainë. Çfarë bën? Alkool, hashash ose Po. Dhe fakti që ata janë në efektin e tyre, u ndihmon ju se i bën të ndihen më të përfshirë në muzikë? Si është kjo marrëdhënia e juaj me këto lloj klientësh në klube? Si mendon ti? Mendoj që përveç alkoolit në një mas të caktuar, të gjitha gjërat eksesive janë të dëmshme. Sidomos për performuesin. Sepse ideja është që ai që performon duhet të hyjë ty tek gjaku jot, tek ndjenjat e tua, dhe ti e pin alkoolin që të bësh pak më i shlirshëm dhe ta lirosh pak atë mburojen përpara. Po ndon ndonjëherë që degradojnë situatat, për shembull pijen, bëhen me ato që the ti, me droga, kokainë, hashash, drejt që shejton. Edhe s'vjen më. Unë nuk kam qenë ndonjëherë pro kur i turmave të dalja jashtë kontrollit. Sepse dhe ti s'ke më kontroll tek ajo që bën. Edhe si e ke menaxhuar ti këtë pjesë? Kam përshtypjen që ka ndodhur situata të tilla, si e ndjer? Ka ndodhur që ke thonë që dua ta mbyll këtu dhe të iki? Apo Jo, po mi më dëgjoj. Njerëzit kur dalin në klube është puna vetë se çfarë bëjnë, kupton, dhe mendoj që kur je aty lart dhe ke shumë njerëz përpara, nuk është që arrin ti kuptosh tamam se çfarë ndodh, çfarë ka pirë njëri, çfarë ka ngrënë tjetri. Po që realisht mos më ka afektuar ndonjëherë përveç faktit kur mund të kenë ndodhur një sherr. Që është bërë ajo situata, është ajo qetësia e tmerrshme dhe dëgjohen vetëm sharjet dhe zhurmat. Na ka ndodhur që kanë qenë të performuar ka plas sherrit. Përveç atyre nuk më hyn në xhep kjo hiç. Bën çfarë duan. Trutit dalshin inshallah. Mirë the. Bashkë me mua. Mirë the. Je pasuruar nga kjo puna si DJ? Është e mirë paguar? Po s'mund thosh do të më pasuru, sidomos për mua që un jam një familje në krijim. Sa do lek të marrësh do t'i harxhosh dhe do investosh ke shtëpia, ke fëmijët, ke ushqimi, ke gjëra, ke kredia, Por, nga ana tjetër, ka pasur frytet e veta shumë të mira, absolutisht, dhe kam ndjer mungesën e të bërit DJ-liku dhe nga ana ekonomike. Po, është punë e mirë shumë. Është punë e mirë, punë qefi. Si? Punë qefi, mund të konsiderohet një punë qefi? Po ti je i zoti punë qefi është. Kisha edhe një pyetje, deri në çfarë moshe mund të jesh një DJ i pëlqyer? Ka limit mosha? Nuk besoj që ka limit mosha, por ajo që të limiton është trendi që ti sjell. Mund të jesh 50 vjeç dhe të sjellësh një trend që ti lush fen muzikës, mund të jesh 25 vjeç dhe ti jesh boring as fuck. Ti jesh hama ky prap. Kështu që nuk besoj, mendoj që ajo që limiton është kreativiteti. Po s'ka mosh kreativiteti.
Po, unë doja të dija cila është kënga jote e preferuar që doje ta remiksoje, një këngë që ti e ke vërtet qef. Shqiptare ose huaj? Këngë që më pëlqen shumë, Që vërtet pëlqen, të fut në një gjendje që thua këtë jam 100% unë. po më pëlqen një këngë shumë e Renato Zeros, që e kam pas dëgjuar. Unë kam pas gjyshen italiane dhe që i vogël muzikë italiane kemi pas dëgjuar në shtëpi shumë shpesh, edhe babi ka pas dëgjuar shumë Lucio Battistin, Dalen, Renato Zeron, edhe jam brumos pak me atë lloj muzike dhe më pëlqen shumë. Dhe do desha, madje kam bërë një dy remixe të një të Adriano, një të Adriano Celentanos, madje dy. I kam, si kam nxjerr akoma, qofse mbaj mend. Po Renato Zero ka një këngë shumë të bukur, s'po më kujtohet emri, titulli i këngës tash. Parlami më duket se quhet, a diçka e tillë. Atë do kisha shumë qef, që ta bëja official, jo ta bëja vetë edhe siç i marrim ato këngët i heqim ndaj muzikën e vetë. Që të kontaktoje me... Po, që të më thotë vlla mund të bësh remix të këngën, atë do kisha shumë qef. E adhuroj atë si artist. Po, si italian që je në origjinë, gjysmë italian dhe gjysmë shqiptar, ke menduar ndonjëherë që të konkurosh në Sanremo? E bukur do ishte, po Italia ka pak atë zhanrin, të paktën deri vonë, deri vitet e fundit, dhe italianët vazhdojnë krijojnë atë pjesën e pop rockut. Dhe çfarë kanë qenë prurje të reja në muzikën italiane, kanë qenë ose algjerian, ose egjiptian, me origjinë. Si ishte ai? Si kanë ndaj këto këngët hite. Po. E ke parasysh? Po. Edhe prurjet e reja kanë ardhur jo nga italianët. Edhe është pak e vështirë, okay, kam bërë atë bujën, po është pak e vështirë, po pse jo, shumë do desha. Shumë, do kisha shumë qef. Po nuk besoj që jam akoma në fazën që mund të marr këtë përgjegjësi për sipër. Ndonjë duet mirë do ishte me ndonjë italian. Po ke njerëz atje, ke kushërinj, meqense, domethënë... Kam. Kam njerëz, kam gjithë pjesën e dhe kanë lidhje me artin? Kanë lidhje me artin? Ke ndonjë artist në fisin tonë italian? Kam disa artista. Kam disa artista. Këtu që janë në Shqipëri dhe janë kushërinj të mi, janë artista që dihen, janë të famshëm, janë artista të merituar të popullit. Këtu në Shqipëri? Po. Kush? Dhe andej kam disa artista dhe andej, po nuk është që e kam menduar ndonjëherë, shef është të bukur kjo gjëja. Nuk është që e kam menduar ndonjëherë që të krijoj. Ja të shohim tash. Tani mund ta. Po artist në Shqipëri ke kushërinj që ta dim? Po violincelisti Gzim Laro, që është vllai Kujtim Laros, kompozitorit. Dialektia Laro, domethënë pjesën halla e babit, gjithë familja janë muzikantë. Të gjithë pa përjashtim, halla është pianiste, buri hallës Rahmet Pas ka qenë violoncelist shumë i madh për kohën. Goca hallës violonceliste, çuni hallës pianist, pa çka që është në Itali dhe bën dhe ka biznesin e vet. Po pjesën këtë e kam pas full music. Po ti qa mendon kur shikon tregun e këngëtarëve që është mbushur plot me këngëtare që nuk din të këndojnë, por që performojnë, bëjnë ndonjë klip. Bravo qoftë për guximin. Bravo qoftë për guximin, bravo qoftë për guximin dhe për punën për iniciativën, për punën dhe për gjithë effort, si thuhet, se mi bërë kështu ndërkombëtar, për gjithë, si thuhet, mundit që vjen te puna. Bravo i qoftë valla. Bravo i qoftë që beson në diçka marrëzisht, qorazi dhe vazhdoni bjen çekiçit aty. Bravo i qoftë. Shumë mirë. Ndodh ndonjëherë që qesh me vete? Po ndodh që qesh me vete dhe me veten tash ndonjëherë. Kupton, kur dëgjoj dhe veten qesh ndonjëherë me veten. Jo më me tjerë. Po me gusto personale është, nuk jam askush që të gjykoj tjetrin ose tjetrin. Për preferencat e mia si konsumator muzike, ka që më pëlqejnë, ka që them okay, kalohe, ka që them hudhu në balkoni. Për kë e kishe këtë të fundit? Ndere, se e di që s'do përmendesh emra, po kot e kisha si pyetje, kot. Tashi, unë nuk është që mund të dalë të bëj kështu prononcime, se s'du, nuk jam marrë ndonjëherë për kështu gjëra, as negativ,
as dise, as probleme me artista, me këngëtarë tjerë, po ka këngëtarë sa të dush Po, që aha. i pëlqen dhe disa që pëlqen më pak, kupton, kështu që. Po ka shumë këngëtarë Shqipëria, një vend kaq i vogël dhe duket sikur kam shumë këngëtarë se sa ç'a është kjo mani kështu? Deri kur mund të vazhdoj kjo mani për të bërë gjithë këngëtar? Po jo, ishte trend, njerëzit u bëshin këngëtar me idenë se nuk fiton lek nga këngët, përveç nga YouTube-it që, okay, po s'patën miliona klikime ti mund të kesh disa të ardhurë të mira. Po është ideja që bën koncerte. U hapën shumë lokale. Nuk u bën shumë këngëtar, u hapën shumë lokale dhe lokalet deshin material këngëtar, doli nevoja e këngëtarëve. Siç nesër mund të hapen shumë minjera, do duhen minator. Do le kutit, unë do markazmën. Krahasimi shumë i bukur. Dukesh djali kompletuar, shumë i mirë, me një familje të bukur. A ke vese ti, Vik? A kam? Vese dhe a ka kuptim një artist pa vese? 2 pyetje ke. Po vese. Tashti, ndigjo, kjo puna veseve është... Nuk e kupton njeriu që ka vese. Se kupton? Jo, je vjen në patë të tjere dhe ndoshta si vjen mirë kur ja thojnë. Po se... Po ta di që ke një problem për shembull një ves, se qyta problem, se ka veset një, ka ves cigaria, ka ves... Qa te mund të qëmë qakizi, baklavaja, ka ves. Po ka më mund të kem vese, absolutisht mund të kem vese. Artista pa vese. Në gjithë artistat vetë në psikologji janë pak të çuditshëm. Ato që janë vërtet del artisti, se ke dhe artista që janë pseudo artista, po kush është artist? Gjithë artistat, piktorët, arkitektët, që të mund të poetët e vjetër, o të çmendur, o të droguar kam vdekur, kupton? Ose kam vrarë veten. Ose kam vrarë veten. Vesës ajo. Kupton? Është vesi i fundit, ajo është vesi i fundit. Kështu që mund të kem vese, po që deri tash nuk janë shumë shqetësuese për shoqërinë. Edhe nuk mendoj se... Ore, ai për veten ti pa lërë shoqërinë. Se ka dhe vese që të në kontradikt me veten. Jo, nuk kam vese, jo. Nuk mendoj që kam në një ves problematik. Veset bonga tek tuk, budalli që si që tash ke teknologjia, ke... Po, mirë, ato e pasione, mund të quhen... Në i got alkohol tek tuk, në i e pim për qep. Po sot ke pirë në i got alkohol? Kot. Kam pirë rakim, njes. Kam pirë rakim, njes, e pirë. E tek e rakis pje çdo mjes, një keq. Qa raki është? Ku e merë? Ishte raki shafrani. Shumë e mirë. Se kisha provu në pak, se unë e kam shumë qef raki, më pëlqen shumë. Shumë. Edhe madje mbaj me vete edhe në studio dhe në shtëpi kam kështu, i koleksionoj i pi nga pak, me shije të ndryshme, me gjëra ndryshme, kam shumë qef, më pëlqen. E po ndonjë godo e pim thot dikush. Ishte një koment më përpara dhe unë më iku se po ikin shpejt se doja të ta lexoja, po nuk e fiksova dot, se më pëlqeu si koment. Tani ti qam ndonjëherë? Je ti melankoliku? Qam ndonjëherë dhe me çfarë këngë e shoqëron qarjen tënde? Jo, unë qaj kur mbushem shumë gjatë gjithë kohës, dhe jo qaj se mërzitem për ndonjë gjë, se robi dihet tash mërzitesh të mërzisin, ndodhin gjëra në jetë që nuk i prisje, po që qaj më si gjithë njerëzit të shërkot me thonë që s'janë. S'ka njeri që s'janë, ta garantoj. Vërtet, o? Vetëm qaj lështet ti? Po, mirë, ka që qajnë me lot, ka që qajnë me lot për brënda, kështu që gjithë kanë. Po, të gjithë qajnë. Lidhje me këngët, s'kam në një kështu me këngë, varet ku t'kap. Di, varet. Me qenë se baba yt me sa kam dëgjuar, ose ndoshta e ke thënë ti, që ka zbuluar sidën apo ka qenë shaka? Nuk kam qenë shaka, jo. Në 1900... Jo, absolutisht. Ka qenë, po, dhe sidën dhe kolerën, babi ka qenë drejtuesi i ekipit që kanë qenë, se nuk ka qenë vetëm babi. Kur bën zbulimet,
Bën ekipet e tjera. Janë një ekip mjekësh, po Po, normal. dhe mbaj mend, më duket në 1993 ka qenë rasti i parë në Shqipëri, nëse zgabohen. Nuk e di, nuk jam i sigurt për këtë. Po mbaj mend që babi është mjek infeksionist. Dhe Po. unë e mbaj mend që atëre kur ikte në Itali, ne të gjithë unë me gjithë motrën prisnim, na sillte në një dhuratë, në një gjë, na sillte në një gjë të vogël, dhe shifnim valizhet e mëdha që ishin me libra. Po libra kanë qenë shumë të shtrenjta atëre. Po. Dhe mbaj mend që u kursente, u sakrifikonte ke buka shtëpis që babi të kishte ato libra. Edhe vinte me valizën mëdha, ne prisnim rroba, gjëra, hapte valizën ai, dinte e libri. Edhe po, ka qenë në 93-shin ekipi i parë, mos them drejtuesi i ekipit që kanë zbulu sidën në Shqipëri, edhe kolerën gjithsesi. Kur ndodhi, edhe pjesën e kolerës kur ndodhi, më duket mas 93-shit. Pa u rikthy apo ndodhi, po, se mbaj mend që bënte ato klaset me fotografitë, me tjera. Babi është i çmendur si mjek. Është shumë i nderuar natyrisht, po doja të dija. I nderuar dhe këto i respektuar e di, po mund ta them me pastërti, është i çmendur. I çmendur babi është i llatarisur në dijen që ka dhe në mënyrën se si i hy gjërave për i thellohet gjërave, logjikën që ka. Fati i mirë që është në Shqipëri sepse ndihmon shqiptarët, po t'ishte diku tjetër në përbot, mendoj që do ishte një nga, jo s'është babim, dhe s'është babim, do ishte një nga mjekët ndoshta në rangun top nivel në botë. Po edhe ti për pak dëshu bëri mjek, apo jo? U dogja, unë i bëra 2 vjet. I bëra 2 vjet dhe lash pastaj, se si ishte për mu. Unë kam pas gjithmonë dëshirë në fakt ke pjesat artistike që i vogël. Nuk është që e kam pas, po duke parë babain si idhull, do të bëj mjek, kur e kupton çfarë do të thotë ti je mjek, duhet dali bytha vëndi, trisht mësosh si qenë, ditë natë dhe nuk ka fund mësimi, aty thash prit herë dajlla se ti je. Kur kërkova pastaj të bësha të mesha diçka në lidhje me artin, me muzikën ose me dizajnin, që atëre nuk ishin shumë të njohur në Shqipëri, ishte vetëm Akademia e Arteve, që e kam shumë respekt, po atëre kishte atë hijen ku shkonte aty hama ato drogaxhint, ato kështu, ato artistat, ato anë këtej, edhe si ishte i thyri mirë i akademisë, por që rezultoi që unë sot e kësaj dite jetoj dhe bëj profesionistin me dy gjëra që nuk arrita do t'i bëja shkollimin si çdesha në fillim vet. Kështu që duke mësuar vet. Do me thënë su bëre mjek, po pse su bëre? Je penduar që nuk u bëre mjek? Tani që më kanë kaluar çik vitet jam penduar. Por se mendoj që edhe unë jam pak i fiksuar kur i hyj gjërave, jam pak si budallaj që i fiksojnë diçkaje dhe i shkoj deri në fund. Dhe mendoj që mund të isha bërë një mjek i lezetshëm. I lezetshëm, se mjekët në fakt janë kështu, janë tipa të lezetshëm, plus me suportin e babit mund të bësha një, edhe ndoshta infeksionist do kisha qef, edhe po të bësha një infeksionist do kisha. Se mendoj që do isha bërë një mjek shumë i mirë, po që se di. Mos ndoshta je në kohë akoma, mund të quhen ato 2 vitet, mund të bësh, mund ta vazhdosh prap. Nuk është në një universitet privat, pse jo? Po, nuk kam durim. Të ka lodhur muzika. Jo, s'është më ka lodhur muzika, po të vjen një kohë që kalojnë një çik vitet, se nuk jam i vogël, nuk jam adoleshent, jam 36 vjeç. Dhe lexoj. Ka moshën, ti sikur nuk e thua moshën. Thash peshën, nuk thash moshën. Jam 36 vjeç dhe lexoj gjëra që më hynë në punë lidhje me profesionin dhe më shumë online, kurse të risht i futesh, nuk e di. Do ishte një dështim i radhës, kështu që rira atë bikraja. Rira atë. Çfarë muzike mund të dëgjojmë tani që të dalim nga kjo situata pak heshtje vrasëse e pandemisë? Na sugjeron ndonjë lloj muzike dhe ta mbyllim se unë nuk kënaqa. Muzikë popullore. Po ato që nuk kanë qef muzikën popullore? Ato të shohin lajmet. Ua gjete.
Do të shohim sërish në ndonjë duet me Florin. Keni Se bërë di, ndonjë shohim. bisedë? Se di, të shohim. Nuk e di sepse atë puni vendos Flori se si e ka pjesën e strategjisë vet. Absolutisht do ishte kënaqësi shumë e madhe, do ishte qef shumë i madh. Po se di, të shohim. Është një situatë që s'mund të flitet dot asgjë për asgjë, sidomos për artin dhe muzikën. Shumë e vërtet. Kjo pandemia artin, muzikën, artistët i goditi në mënyrën ato më qeflinjt, ato që dukeshin sikur po bënin qef, i goditi vërtet në një mënyrë. Po sepse ne jemi mësuar, sidomos Ballkani, se në përbot kanë funksionu pak dhe arti online dhe festivalet online e të tjerë, po ne jemi në Ballkan. Ne na vlojnë gjaku dhe kemi dëshirë të rim me njerëz. Mishit, kapet mishit, preket, dëgjohet zëri afër, përqafohet, putet, kërcesh. Nuk funksionon ke ne kjo filozofia online-it. Ne duam njerëz, vlla. Ne po vetë flijohemi, po shkojmë marrim virusin, sa del një parti vrap me vrap të gjithë. Kështu që po, ditët them që në momentin që do hapet, ajo java parë do jetë një torbim që s'di çfarë të them. E sigur. Tani, në këtë moment që jemi, duhet kemi më frikë nga SIDA apo nga COVID? Si mendon ti? Duhet kemi më frikë nga vetja, që t'jemi të kujdesshëm si për njërin si për tjetrën. Duhet kemi frikë veten, kjo është më e rëndësishmja, të trembesh vetes. Është e vërtet. Ti mos e trëm fare vetes, sepse ti je shumë i mirë, sido që ti kesh përballet me veten, kam përshtypjen që ditja dalësh. Viki, të falenderoj shumë, uroj të shoh në këto këngë dhe klipet e tua. Faleminderit. Edhe shpresoj të kesh sa më shumë punë si designer tani. Po këtë dyja më inshallah. Fjala jote në vesh për nis. Rof, shumë faleminderit, u kënaqja shumë. Edhe më fto prap. Do të ftoj prap, e sigurt, se je tip. Faleminderit, pafshim. Ciao, natën, ciao. Revista, pafshim. Ciao.